qysh penin vetën sofër, Fatmir? Pa si në sofër e nod, qysh ma mirë. Që kja fat të pësia në sofër, sa e tasha ndoket se peshat zamec ministrin Salah. E pa të dhoni far analizet dishka. Për i farvojnë të pësi, shka ka dosh me thonë, bre Fatmir, se kur s'pa muj me di shka ka dosh me thonë. Pasha zotë. A u hi u met në tanë, doke. Pasha zotë, nuk e di aja ka ditë veç, apo të me thonë. Ku, mëre, Fatmir, s'di gjo me të shpendar janë të pësi, a janë të pësi, voj, haj me dhe... Dikush e preke kështu të kjo, ka i dhe të folë, pas dike. Fatmir, mirë se jaur. Mirë se ku në gjithë. Pa tani, Fatmir, një farë debati. Kritikojshin ka pak, theshin, Fatmiri, të nejt në peroda me shok, me meq, me bashkëluftetar. Po dhe tim pëlqeve i përgjigje e thotë mirë. Po na nuk shkojmë kafiqe, nuk shkojmë diskoteka, nuk shkojmë klabe, nuk lujna konkter. Oda për neve hanë da nuk on shkollë, o kon universitet, o kon institucion. Shka simbolizan për ty oda edhe sofra në përgjithësi, Fatmir? Dhe më dethe na. Po, sofra është... Ka shumë kuptime për mua, për mendimin tim. Po marrë rëndësishme është, sofra është ajo që e mbledh e bashkon familjen. E bashkon ato që dënë. E bashkon të ftumin e të paftumin. Përpara njerëzit tonë, sofrë e kanë donë njerëzve të cilët kanë kaluar, e kanë gjetë sreje, e kanë donë dhe respekt. Veni ku bashkon, veni i mirësis, veni i asaj ngrohtësisë familjare. Dhe bereqetit e krejtë që ka lidhet me to. Ndërsa oda është mendoj që është bërthama e ti civilizimit tonë. Ne kemi qujtojt, e të rimot. Kull dikush. Po, pra, dikush kull. Vendet tjera, i kanë thonë emrat të tyre, po një loj ode që kur tonë, ne kanë pas gjitha popit e qytetëruar, që ato i bashku njerëz të meqëm, që ato i bashku njerëz me hallet ndryshme, ato i ka zgjidhur problemet. Që ato prindi ka bashku djemtë e vajzat, e i kanë do gjërat me një fjallë mënyrë është ka qenë bërthama jetës së njerëz. E se mësë për Kosovën ka pas dëmatonit madhe për faktin që ne si kom kemi qenë pushtuar vazhdimisht. Oda këtu jo bota parlament. Shkoll. Për kombin tonë, sepse ne s'kemi pas atër mundësit e me na përfaqësuar dikur. Njerëzit më të mëshëm të këtij vendi i kanë shfrytzuar këto ambiente. Sigurisht. Edhe për diskutimet e temave të ndryshme prej atyre sociale deri te atyre kombëtare. Tani edhe kanë zgjidhur probleme të shumta. Kanë zgjidhur konteste, kanë kthyer në gjykata odat, odat kanë kthyer në tribunat pajtimit, odat kanë zgjidhur problemet e lashtë të njerëzve ekonomike, e sociale, e deri të kushtrimet të mëdha për çështjet kombëtare nacionale. Kështu që këtë çka kemi na sot e që do t'jemi besojë në do t'jemi krenar do t'ruta e trashëgimi është burimin e koqatje. Që ka arë pasame. Kështu që anisja, dhe këtu që përmeni janë kemë kohë të reje për djemë e vajzat të reja, sot jemi në rrethana tjera, po që nuk do të që do t'mi mshu shkelëm të kalurës. Që ta kanë keq kuptu. Këto janë tjera që kanë orë të mira dhe ne që ta kemi dashur, djemë dhe vajzat tona të Kosovës edhe t'jetojnë, edhe t'punojnë, edhe t'knaqen në përputhje një sikur që bëjnë djemë të moshatarët e tyre në vende tjera. Mirë po, ato vende, për shembull, as Anglia, as Franca, as Gjermania, as një vend tjetër nuk heq dorë nga e kalura. Jo, duhet me ru me fanatizëm. Po më thonë tash na erdhëm që tu, duhet më mshu shkelëm asaj çka ardhi, jo. Kështu që unë besoj që nëse dina me rrugë të balans, me ndërua me respektu të kalurën, e kemi të garantuar edhe të ardhmen. Njerëzit më të mirë, më të ndershëm i kna ullë në sofër, Fatmir. Kujtohet, i kna respektu. Që besha dhe përqeshet kërgjat maja janë një periodës e prej sofrës. Të fillohet të ushtëria shërimtare të Kosovës. I kena pas vendet në peroda, kemi diskutu, kemi bo marrëveshje. Gjithë shka ka nisë nga oda, nga sofra. Po që atër në oda se ato vendet që folin parët kafiqet i kanë pasën i kanë pas që të kush në dorë. Që të kush e ka pas një hisë tjetër. Unë e kafe që kur s'kom pas, s'kom ditë. Vetëm i vend ku akon i lirë, të ke mujtë e ke pas siguri, akon i këthy të qirë dhe e jote. Pra ndaj është, oda ka qenë buroj. Në buroj ke që sa që po plasëm. Se në vitër 80-90 ju s'keni mujtë më ule me biseduar, me pasur sot që jemi të lirë, aq ma tepër për tema tilla. Pra ndaj jemi këthyra të burimi, jemi këthyra të ku dohet. Që mas parë ka pas siguri, ka pas besë, ka pas mirë pritje, ka pas gatishmëri të asaj familje me sakrifikuar me të mbështetë.
Kështu që çdo sene ka burimi që atje. Fatmir, a e konsideron veten se e ke nxjerr Kosovën prej lloqit? Lloqit dhe në gohë, Fatmir, me qizme unë më gohë, tash dothën, sandalen, patike. A ke nxjerr Kosovën prej lloqit? Që që njeri kur të angazhohet dikon i ka do objektiva dhe tani në fund kthesh, a e kena kry detyrën. Mendoj që në këtë fazë kanë qenë dy tema për më të rëndësishme, përveç aja e kalura, dy gjëra që besoj e kemi bë ata çka kemi mundur, po me bë më kësi me këshyrë tash nga mrapa, po del që më bë një punë e madhe, se s'kemi pa një punë tjetër. 9% dhe 17% e Kosovës, të fshatrat të Kosovës kanë qenë të asfaltuar. 97%, 17%, asnjë më tepër. Kemi qenë bendi fundit në këtë rajon me infrastrukturë rurale të fshatra. Bash. Në 2008 kur ne e kemi marrë, kështu ka qenë domethënë gjendja, 9%, veç 9% e fshatrat të Kosovës është të asfaltuar. Praktikisht rrugë kryesore kanë qenë qytet magjistrale. Po magjistralet, po. Shkup, Mitrovic, që e rruga 5 metra, Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Pej, Skenderaj e Mitrovic, edhe Prishtinë, Podijev, s'kemi pas rrugë tjetër, edhe Gjilan. Qihrat jo, Fatmira. Çdo se mrena, veç kur kanë pas komuniteti serb ka pas në rrugë, për ndryshe. Ku kanë ndiku atakin. Në 2010-ën, në fund 2010-ën, ne kemi arritën dikun 96% të gjitha fshatrat të Kosovës që kanë më tepër se 50 shtëpi, me qenë të lidhura me komunën e tyre. Sot jemi me Sloveninë, jemi pa, domethënë Kroacia, Slovenia, Kosova, pastaj vendet tjera. Po, razmeta. Po, për ka infrastruktura rrugore në fshatra, jemi me Sloveninë dhe Kroacinë dhe të gjitha vendet tjetra ju në janë mbrapa Kosovës. Ne jemi 96, Serbia është shku të 36-20, Shqipënia të 18-20 që për fshatra gjithmonë, Maqedonia është ato të 32, dhe më thonë na jemi të 96%, të gjitha fshatra në Kosovë me 50 shtëpi, 50 familje, janë të lidhura me qendrën e tyre komunale. Për shtazar kja qeverita... Ndërsa projekti tjetër jami për që po është në banë krenarjen përveç autostradës është aeroporti. Po, Adem Jashari. Aeroporti është... Kjo vetë asar kur ju jeni me një kompani drejtu si ju marrin në punë nëse arrini qatë kontrat me si benefite e kompanisë. Me kojë sukses me si me zhvillu kompani. Nëse që ki rezultate, a du të largonë se që ka kënë bjase e detyre. Veç kontrata e aeroportit që kemi sjellë Kosovës, mendoj unë e ka kryu atë, si me thane, kemi kryu detyrën dhe këti vendi. Në fjallën e menaxhimit. 468 milion euro, Kosova e merë për 20 vjetë. Për ty në aeroporti. Për aeroportit. Po. 39,2% 6% është bruto fitimi çdo ditë në aeroport Prishtinës. Bruto fitimi i aeroportit në 39% shkon në buxhet Kosovës. 120 milion euro ka kushtuar ndërtimi i aeroportit, asnjë cent se ka dhënë Kosova. Asnjë, Ka plus i merr 460 me trendi që po shkon shtimi i numrit të pasagjerëve, ka me kalu këtë shifrë, se ata kanë planifikuar aeroportin për 2 milion pasagjerë në vit. Çish po duket, shifrat kanë morrit. Do të thonë, ja kemi sjellë vendit tonë një kontratë pa dhënë asnjë cent, edhe kemi fituar dy kontratë 6 milion, 700 milion. 700 milion euro aeroporti i Prishtinës ja sjell me çat kontratë 20 vjeçare.